E gjeni dot ku jam. Jam në godinën më historike të Shqipërisë. Sot quhet Teatri i Kukullave, dikur Parlamenti Shqiptar, i ndërtuar në vitin 1925, godina e parë e ndërtuar me fonde publike në Shqipëri. Ndërkohë këtu ndodhen disa prej karaktereve shumë interesant. Ky është muri i nderit i gjithë atyre që kanë kontribuar në teatrin kombëtar, duke nisur që nga drejtorët e më pas tek të gjithë personeli kryesor. Këtu janë disa nga karakteret kryesore, po unë do kujtoj disa nga karakteret janë më të lidhur me kohën time. Ky është Çufoja, ky është Tipi, Çufo dhe Tipi, të dy personazhet shumë të njohur për fëmijët e viteve 80, ndërkohë që ky është xhandari i famshëm që qarkullonte në atë kohë nga shfaqja Kacamisri, edhe ndërkohë që kjo është pjesa e Kësulkuqes. Ky është ujku që i quanin grabitqar, kjo është Kësulkuqja, gjyshja e Kësulkuqes, versioni vjetër, dhe ky është versioni më i ri i Kësulkuqes dhe i Gjatarit. Në Muzeun e Teatrit të Kukullave në Tiranë.